Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miqtë e mi të kanalit Monitor TV, ja ku po takohemi ditën e sotme me mua Tiron Alilin. Sot kemi shumë gjëra për të folë, sot kemi shumë situata për të komentuar, sot kemi shumë ngjarje për të diskutuar dhe sekrete për t'ju treguar. Pikërisht do të nis me lajmin që në fakt ka poshtuar Median Rose pothuajse ka 3 ditë. Disa thonë që Egli Taku ka qenë thjesht një aksesor në videoklipin e Fifit. Do me thënë ka shumë kontradita. Në momentin e parë kur doli kënga Jetë, mbaj mend të gjitha mediat dhe të gjitha portalet, unë dua të jem koherent edhe dua të jemi sinqert gjithmonë me atë që e kam thënë, nuk lanë fjalë pa lëvduar Fifin. Nuk lanë fjalë. Me thënë nuk lanë fjalë pa i thënë gjërat e mira, nuk lanë fjalë pa ja përgëzuar punën, nuk lanë fjalë pa ja urruar suksesin e këngës Jetë, që Fifi ishte një pjesë e asaj kënge, sepse nuk ishte vetëm Fifi kryefjala aty, do me thënë ishte një grup i madh që punuan me këngën e Eglit Jetë dhe doli një projekt që vërtet është i merituar për ta dëgjuar, për ta pa videoklipin, do me thënë ka shumë punë dhe ajo punë nuk vjen nga një artist dështakë që sot do me thënë e quajnë Fifin. Egli dhe Fifi përfundimisht i ndanë më rrugët e tyre. SBS i hoqi të gjitha videot nga Instagramit e Eglit, që nënkupton që SBS dhe Egli janë prishur më në bashkëpunimin e tyre. Fifi dhe Egli kanë përfunduar bashkëpunimin, marrëdhënien, shoqërinë e tyre dhe nuk është një fenomen që ndodhen për herë të parë, do me thënë tek shumica artistëve botror, por edhe tek artistët shqiptarë për ta shem këtë fenomenin, ekziston, sepse në fund të ditës, këtë më duhet ta them, të dy gocat kanë luftuar për interesin e tyre. Egli ka luftuar për interesin e vet, Fifi ka luftuar për interesin e vet. Si e cila kanë interes të koncerteve, si e cila kanë interes të mbrëmjeve, si e cila kanë interes të përfitimit financiar. Do të thënë, muzika është biznes. Është një biznes të cilin këngëtarët, artistët luftojnë çdo ditë që ta ruajnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Tani, kënga Ku je nis edhe Shuj Shuj. Do të ndaloj te këto dy këngët. Fillimisht një herë u transmetua se do të jenë dy këngë të ndara, të publikuara në dy channela, në dy kanale. Do të thënë, njëra këngë që në kupton të Shuj Shuj do të publikoheshte tek kanali i Fifit, kënga tjetër do të publikoheshte tek kanali i Eglit. Shumë analist, shumë komentues, shumë moderator thonë që kjo këngë ja çonte mesazhin Gjestit, ndoshta Fifi ka prek pak nga historia apo është frymëzuar nga kjo histori e dashurisë, po mua nuk më duket në fakt arti i Fifit, muzika e Fifit, kënga e Fifit, luftë me dashurinë mes Eglit dhe Gjestit. Nuk më duket kështu. Do të thënë më vjen shumë qesharake, më vjen shumë për të qesh, kur dëgjoj ca gjona që apo kur shoh ca komente që Fifi e ka ndar Eglin dhe Gjestin. Po pse Egli fëmijë është që ta mëson Fifi se me këtë duhet të jetë? Unë mendoj që disa lajme, disa komente janë të egzageruara dhe janë shumë të egzageruara. Tani, dy gocat kanë pat marrëdhënie bashkëpunim artistik, nesër Fifi mund të ketë marrëdhënie apo bashkëpunim me Gjestin, kjo gjë nuk i dihet dhe kjo nuk do të thotë që tani nëse Fifi merret me Gjestin, do e ndan Gjestin nga Egli. Dashuria, Gjesti këtë gjë ka thënë që në ditën e parë, në momentin që doli nga Big Brotheri, jetën e tij private me atë profesionale, sepse Egli bie në jetën private, ai nuk dëshiron ta prekën. Do me thënë, kur të komentojmë, le të komentojmë siç duhet. Arsyeja pse janë ndar Fifi dhe Egli, tashmë është bërë e ditur, është arsyeja e përfitimeve financiare. Kjo është arsyeja vetme pse janë ndarë të dy gocat, nga që kanë qenë në pyetje dy këngë, të cilat do të lançoheshin në dy kanale, në një afat kohor shumë të shpejt, të paimagjinueshëm, të pamenduar,
dy gocat e punuan brenda më pak se 24 orë videoklipin e këngës së tyre. Do me thënë, dy këngë ishin të ngjitura me njëra tjetrën, kënga pati disa vonesa, do me thënë ka dalur 4 orë me vonesë. Normalisht pritshmëria e publikut u ndryshua sepse prisnin që kënga të del me një herë në ora 6. Tani këtu do me thënë fajtor, ka shumë fajtorë në këtë mes, është keq menaxhimi, është e shpejtuara e punës, ndonjëherë kur mundohemi të bëjmë pak më shpejt, na del dhe më keq. Do me thënë nuk i dha afatin e kohës të mundshme videoklipit. Tani, a u shpejtua të bëhet për lek? Me pa tjetër që po, sepse u duk që do me thënë në momenti derisa me shpejtësi doli kënga gjithçka u bë për klikime, por thjesht faktin jo për të dëmtuar imazhin e dikujt, sepse unë mendoj që Egli, si këngë të parë pas përfundimit të Big Brotherit, erdhi në mënyrë gjigande. Tani, marrëdhëniet e dy gocave kanë mbaruar në aspektin profesional, se nuk e di në aspektin privat, ndoshta mund të ruajnë ndonjë kontakt si mike, sepse Fifi dhe Egli kanë qenë mike. Tani luftën mes Fifit edhe Eglin mund ta kenë patur menaxherët e tyre. Do me thënë, është një sekret që bëhet në dhomën e menaxhimit të tyre. Dhe është e rëndë për SBS-in si kompani të ndodhën kjo gjë, sepse krijon një imazh të keq te publiku dhe unë do kisha dashur që të ketë një shpjegim për këtë situatën, që të dy palët të sqarohen dhe të mos ketë shpifje dhe hamendësime, sepse unë nuk dua që të ofendoj asnjërin nga artistet. Dëgjoj nga ca këngëtar që apo nga ca artist apo nga ca moderator që veshja e Fifit është skandaloze. Unë mendoj që apo Eglit. Unë mendoj që është turp të thuhet që veshja është skandaloze, nga që Fifi edhe Egli kishin bërë ndërthurjen mes traditës dhe modernes. Një këngë moderne me veshje tradicionale nuk është e veshur kot kaftana. Kaftana simbolizon nusen e Kosovës dhe Egli në këtë rast simbolizonte nusen e Kosovës. Do me thënë, për të gjykuar projektin edhe për të dhënë verdiktin për projektin, duhet të bësh një analizë shumë të fortë që të thuash që kjo ishte skandal apo kjo ishte skandal. Nuk ishte skandal, projekti ishte shumë mirë i punuar, po nga që projekti u hoqi nga YouTube dhe nuk kanë patur marrëveshje të dy palët, kjo nuk do të thotë që është skandal. Dhe të thuash skandal për veshjen popullore, kombëtare, tradicionale, kjo është turp. Sinqerisht është turp. Ne ku të kemi që artistët tanë të investojnë të gjithë në përklipe me këto veshje. Do me thënë si përfundim, Egli dhe Fifi kanë ndarë rrugët më në aspektin profesional për gjithmonë. Tashmë Fifi vazhdon me projektet e saj, do të shohim se si do vinë gjërat në vazhdim, ndërsa Egli merr një rrugtim krejtësisht ndryshe.